Genta Ismaili është nga këngëtarët më të njohura dhe të dashura për publikun shqiptar. Ajo që e bën të veçantë nga këngëtarët e tjera është fakti se Genta nuk di vetëm të këndojë, por ajo ka dhe një performancë shpërthyese në skenë. Në shumicën e këngëve, Genta shfaqet duke kënduar dhe kërcyer plot energji. Këngëtarja u martua me një biznesmen turk dhe tashmë çifti janë prindër të 2 fëmijëve. Por ajo që ka shqetësuar ndjekësit e këngëtares ishte fakti se ajo u zhduk menjëherë nga skena. Asnjë këngë e re, asnjë informacion për këngëtaren, deri në momentin që ajo u shfaq me flokë të prera shkurt. Shumë vete kanë aluduar se ndryshimi në stilin e këngëtares vjen nga fakti se flokët i kanë rënë për shkak të seancave të kimioterapisë. Megjithatë, kësaj here Genta ka vendosur për të folur hapur për atë që po ndodh me jetën e saj. Fillimisht, ajo u shpreh se ka mbetur e tronditur kur ka lexuar se çfarë thuhet në media për sëmundjen e saj. Po, është e vërtet, unë kam një problem shëndetësor për të cilën unë po trajtohem, por kjo nuk ka as pak lidhje me ato diagnoza që mua më ka vënë media. Ndihem shumë e prekur kur po lexoj se çfarë thuhet për mua. Është e vërtet që nuk jam në gjendje të mirë shëndetësore dhe jam duke u trajtuar. Ndihem optimiste për rikthimin tim në skenë dhe pranë publikut. Unë shpresoj që shumë shpejt i rikthehem projekteve muzikore, sapo gjendja ime shëndetësore të përmirësohet.